Mirë, kthehemi dhe flasim për pasojat politike të asaj që ndodhi dje, që patyshim nuk mund të shihet e shkëputur nga ajo që ndodhi sot, një lëvizje e fortë e Rënveliajt në Meçe që temi e vendos atë në një aks, nuk po them në një aleancë çdo dashi, nuk shkoi dot deri aty, duke njohur rajonin, po e vendos në një aks përballë. Më shumë se një aleancë. Mendoj që ka ndërtuar strategjinë e gabuar për të mbrojtur vetën e vet. E lidh absolutisht me strategjinë, keni parasysh sot ka qenë seanca parë e gjykimit para prak. Sot ka qenë që u shtyp. Që u shtyp për shkak të avokatit të një avokat. Po për shkak të tij, sa ai është u gjyqë, se ndryshoi avokat. Dhe gjithë kjo përgatitje Ka zgjedhur një mbrojtje skandal dhe s'di fare të mbrohet. Nuk e di. Do shta dhe si intereson më kjo mbrojtja penale. Si mbronë? Ai nuk e di. Kjo mbrojtje politike nuk ka shpëtuar askënd, trosh më veti. Aq më tepër bën mbrojtje politike Sali Berisha, po ka një parti të tërë nga pas. Të gjithë të vegjëlit që kanë folur për mbrojtje politike s'ka pyetur askush dhe nuk kanë vënë askënd në lëvizje se u diskutuar për presion. Çfarë presion ku do t'i bëj presion ai në momentin se e kam tepër për diskutim jo për debat. Tani ai flet për 3 vendime që janë marrë. I bën presion para se të merret, po ato janë marrë. Gjykata kushtetuese as pyet fare për këtë lloj presioni, s'ka lidhje fare me të. Pra me fjalë, unë vazhdoj të insistoj, është thjesht një ndryshim strategjie, një udhëzim i këtyre njerëzve që arritën deri aq sa thaqen e bën inekzistent në luftën e Kosovës. Ashtu pa e mbrojnë në atë formë atje, ndërkohë kur ai është Komisari politik. Po komisari politik edhe ka qenë absolutisht aktiv në organizimin e UÇK-s. Absolutisht. Tani, jo pa qëllim ka pa 5 dënë. Tani, që pun ke me Ramën ti në këtë rast, ku Rama është shqetësuar që Tirana sot nuk përpastrohet. Dhe për këtë ne do të themi. Pra unë do të vazhdoj të jem në krater Rënvelis, për atë që ai ka të drejtë, për atë që s'ka të drejtë, unë natyrisht do mbaj qëndrimin tim, dhe kjo s'ka të bëj fare me politikën, ka të bëj me qëndrimin ton qytetar në këtë rast. Dhe qëndrimi qytetar është, zotëri, gjithë ankimi jot në gjykatë kushtetuese nuk prodhon absolutisht asnjë hapësirë në mbrojtjen tënde ligjore dhe ndryshimin të statusit. Edhe ankimimi dhe gjithë kjo procedurë që po bën ti dhe gjithë kjo artikulim për çështje politike përsëri nuk prodhon gjë. Përveç se është një tipologji hakmarrje dhe mbrojtje. Hakmarrje dhe mbrojtje. Po kishte parti nga mbrapa pas to. Ja, prap. Se edhe Sali Berisha ndryshoi rrethana. Edhe Sali Berisha ti thotë çfarë dush, po 11 muaj i ndetën njerëzit poshtë. Ai shpreson ndryshoi rrethana politike. Do kemi keq mirë, i fitoi ka fitoi ka që në dy vota. Ta kuptojmë. Për 12 rrethana politike dhe Erion Velia është s'ka kart tjetër. Në këtë regjim nuk e para asnjë lloj lëvizje, dhe një lëvizje e cila ishte lëvizje populiste, me një fërshëllim u bllokua dhe nuk u dojë askush të flisë as parlament, as në media, as të dilte në protest, se kështu funksionon gjithë skema e Partisë Socialiste. Dhe teoria që... Unë kam patur Elisa Speropali, në cila hapur e kam mbrojtur Erion, kam pas intervistë, i kemi qenë në New York, dhe e mbrojtja hapur Erion Velin. Unë nuk e di që pas ka qenë një emër, di që ato të dy nuk kanë ecur mirë bashkë, po gjithsesi. E di, po unë them çfarë thanë intervistë. I ka thënë marshalli PS-s, i ka thënë hapësirë, thuaj edhe ty 2 fjalë që të urim. Po çfarë thuhet? Ore kur shiko, nuk vjen me një lule beari, me një lule. Pra nuk mund të flas për një person që foli dhe tani do bëhet revolucion në Partinë Demokratike se do nuk është kaq qenë. Megjithatë, jam që Erion Velia sot e ka humbur suportin politik në Partinë Socialiste. Po dëm bën, sepse po shikojmë përballë që ka një kandidat që vjen në duke jo nga shoqëria civile, sa të sa han njëri, po që vjen nga një kandidat që nuk vjen nga një aktivitet politik. Çdo perandoria. Ja po ta them unë, shkoj te një këtu se këtu afër nesh, shkoj te një gjë që turp që e kishte lënë, i mëtoja e kishte prishte dhe e kishte lënë mes Tiranës, skandal. Shkoj Florbina, hypi sipër, bëi xhiro sipër, shkoj pastaj i mëtoja nga mbrapa me bish në shajl dhe shkoj i mlodhi sot në Beturina. Pra, le të themi, pse po ta them këtë? Po ta them këtë sepse padyshim që Partia Socialiste është një makinë elektorale, po në fund fare, kur vjen puna tek Tirana, po te bashkit, po te Tirana veçanti, njerëzit shohin edhe çfarë ndodh me individin. Dhe në këto momente, ajo që shohun është dobësimi i pozitave të Ogerta Manasiliut në këtë garë. Atëre, realisht. Se sa do shkoj, unë nuk e di. Se sa çfarë domi do ketë, nuk e di. Po që padyshim këtu do ketë dorë, dhe kjo që bëri Erion Velia sot do ketë ndikim, u them që pa.
Erion Veli e mbështet komplet Që Florian. të japë përgjigje për këtë. Dje ka patur një analizë pse partitë e vogla nuk dolën sukseshme në fushat elektorale. Dhe argumenti që u përdor nga analiza që më pëlqeu, ishte që partitë e vogla dolën në rolin e kritizerit. Tani kritizer më tepër Sali Berisha dhe Partia Demokratike nuk bëshin dot. Kushdo do të prodhoj një identitet dhe nuk prodhojt identitetin nëpërmjet kritikës. Për para një jave, Bina ishte në krah tim me makinë dhe bënte regjistrim mbi trafikun në Tiranë. Dhe thonte se ja mora pasaj atë materiali që nxjerr në rrjetet sociale, dhe thonte shife si është Tirana, këtu bllokohet, por këtë gjë e di unë, më zotni, se kam kuriz, dhe nuk kam nevojë të më thuash ti. Dhe Binaj nuk është gjë tjetër, veçse një konstatus që nuk mund ta bëj konstatimin më tepër se që bëjnë një entorazh i tërë, që nuk është pak. Mediatik i Partisë Demokratike, që janë politikanë, gazetar absolutisht. Por që aktiviteti ka në kontribut i kamër qytetarët te Binaj shohin dy gjëra. Së pari është i pavarur apo jo. Dhe ne gjithë jemi që përfundimisht që është shumë i varur. Që ai nuk është gjë tjetër, mos e nënvlerësoni situatën. Jo, patjetër, unë e thash vetë para. Sipas sondazheve është 50 Ogerta Meneseliu, 40 Florbina dhe 10 Qori. Mos harroni këtë gjë. Mirë. Do të kujtoni se është situata shumë e vështirë. Se do t'i them shumë e Unë e vështirë. thash vetë para. Pra, mos e po kështu, sepse pavarësisht etikimeve e ka të pavarur. Ja ta mbaroj se do ikë. Atëherë, të gjithë në proces, nuk e parë fushat elektorale kundër ti, ke patur vetëm një shprehje të Edi Ramës, ke parë fare fushat elektorale. Që foli për herë të parë. Për herë të parë. Këtë të diel mos gaboj. Që dhe ajo ishte interesante, sa i zakonisht nuk flet kur për kundërshtarët. Po, ne kemi folë tavolina, kemi thënë, është fytyra maske Sali Berishës. Dhe njerëzit të Bina, nuk shohin Bina, le çfarë themi ne. Shohin Berishën. E parë dhe e dyta, njerëzit kërkojnë zgjidhje, jo konstatime. Dhe kur thua zgjidhje, opinioni publik nuk do të dalë si individ, se nuk ke deputet parlament që bën 5 pyetje, 15 pyetje, mban dhe fjalimin dhe e kreve detyrën. Por do prezantosh si ta zgjidhësh problemin e trafikut në Tiranë, do nxjesh programin. Si? Me çfarë njerëz pastaj? Se nuk dilet kryebashkaku individ, më zotni. Shiko, tu flasim që kjo betejë është politike, ëh. Të gjitha këto ne do t'i lexojmë mbi Binën dhe mbi Meneseliun. Po këta të dy do t'i vuajnë apo do të përfitojnë pasoja direkte. Por sigurisht që betejë është politike kësaj radhe për Tiranë. Qartë. Edhe ndërhyrja e Velia sot është ndërhyrje politike. Ne s'kemi arritur të pikë më një herë në shikojmë vendimin e së Velia, mos ke zgjedhje fare. Është strategji e Erion Velis, në qoftë se sondazhet e sotme. Po ka pasoja kjo strategjia, më Meçë? Qartë. Ajo mbrojtje juridike që thu ti mund t'jetë strategji, ka dhe pasoja politike, ne po themi të dytat. Ja më po i them, janë mësuar qytetarët e Republikës me pasojat politike të artikulimet të njerëzve që janë rënë që thonë po godet politika. Dhe do të prodhosh argumentet fuqishme që të bindesh qytetarët që po, ti je godit nga politika, zotëri. Po nuk mund të them unë që armiku i Erion Velis është Edi Rama, se nuk e mbrojti Erion Velin në goditjen që i bëri Spaku. Nuk e them gjë tillë. E thonte 5D-ja, dhe 5D-ja kështu thonin drejtorët. Armiku jonë është Erion Velia se nuk na mbrojti kur na goditi Spaku. Jo, nuk funksionon kështu. Nuk funksionon në këtë formë. Funksionon do ketë ndikim në rezultat, nëse mund ta themi kështu. Ja që them dhe këtë, nëse sondazhet janë kaq qetësuese, një gjë është e sigurt. Nuk e di si janë sondazhet. Çfarë qoftë se janë kaq qetësuese? Edi Rama